Po, sot na kemi pas një takim, si që dini edhe ma heret na edhe kur ka qenë qeveria Kurti 1 edhe Kurti 2, na kemi pas bashkëpunim me kryeministri. Shpresoj se edhe tash kena me pas një bashkëpunim, se sot kemi pas një takim shumë rëndësishëm, edhe kemi bisedu për shumë sendet me kryeministrin, edhe na kemi edhe kryeministri e ka një gashmërin, edhe na kemi një gashmërin për formimin institucioneve edhe qeverin e Republikës së Kosovës. Përveç gatishmërisë, e keni konfirmu votën e juaj pro qeverisë Kurti dhe pro kryeministrit në këtë rast? Ma shumë sot bisedimet ka qenë për matutje, për bashkëpunim. Kemi fol ma shumë për dosendet që janë shumë rëndësishëm për komuniteti bosnjak, për shembull kur është pyetja komuna e bosnjakëve, si që dini edhe ju, tash ma herët u konë edhe Dudabale që keni dhënë ju shumë hapësirë për këtë çështjen. Nuk e di sa e keni informata, ata që duhet me fol për komunën e Reçanit jemi na, edhe nëse do të bëhet komuna, unë jam çaj që muj me qenë edhe kandidati për kryetarin për këtë komunë, se jam pjesë prej këtë rajonit, edhe në anën tjetër, nuk e di sa e keni sakt informata, na prej vakatit jemi ata që duhet edhe që do të kërkojmë, sepse kemi marrë besimin të popullit. Ato që po bën dikush tjetër, që mas zgjedhjeve, si që dini edhe ju, ka qenë kusht për formimin e qeverisë, tash çush kemi pa edhe sot nuk është kusht, veç është si një kërkesë. Kjo është manipulim me njerëz që jetojnë në atë pjesë, se në anën tjetër, ajo që kërkon shumë, që po insiston që nuk janë qëllimet serioz, e ka marrë mbështetje veç 400 vota në atë pjesë. Në një fshat, ajo e ka marrë veç 1 vot. Qashtu, adresa për komunën e Reçanit është koalicioni Vakat, na që kemi fitu edhe në Zhub, edhe në Podgorë, edhe në Prizren. Prej krejt komuniteteve që janë në Prizren, Vakati është i pari, edhe Vakati është ai që ka marrë në mbështetje, edhe Vakati çush e ka punu ma heret lidhur me komunën, qashtu kena me vazhdu edhe tash. A është kusht për juve, pra, votan për qeverin këtë rast? A është kusht që me u formu komuna? S'mundet me qenë kusht, na kur se kemi pas si kusht, edhe ma heret kur kemi kërku, nuk ka qenë kusht, veç po më vjen mirë që ka hapësirë ta bisedojmë për komunën, unë edhe para zgjedhjeve, kur kemi pas debatin, edhe me Dulin, edhe me Emilien, unë e kom thonë, na jemi gashëm, nëse kërkojmë, a duhet të kërkojmë, ta kemi kërkesat përbashkat edhe me Emilien, edhe me Dulin, që koalicioni Vakat, unë si Rasim Dembiri që jam kryetari i Vakatit, që jam i gashëm ta bisedojmë bashkë, edhe ta kemi përbashkë kushtet, edhe kësaj përket komunës, edhe çështjet tjera që janë te komunitetit e bosnjakëve. Na jemi koalicion, jemi parti, edhe për takimi sot që kemi pas me kryeministrin, na kemi vendosur në organet e partisë, qashtu për çdo hap tjetër, edhe për çdo thirrje tjetër, na kena me vendosur brenda partisë. Edhe një që është të re, është mirë, edhe po më vjen mirë që kryeministri propozimi jem që ka pranu, edhe që kemi pas disa kërkesa, një prej kërkesave, unë shfuzoj rastin me falenderu kryeministrin që ka hap një rrugë kur janë pyetje marrëdhëniet mes Bosnjës dhe Kosovës. Si që dini ju, kryeministri ose qeveria Kurti, tash na kemi hek vizën ndaj qytetarëve, tash e kemi non-stop, çdo ditë kemi musafir për i Bosnjës. Ato që kom kërkuar prej kryeministrin, kemi kërkuar ta kemi Republika e Kosovës me pas një zyre në Bosnjën dhe Hercegovinën. Si
që është njëjsi në Greqi që kemi. Pa marrë parasysh, Greqia që nuk na ka pranu si shtetin, por në anën tjetër kemi zyren në Greqi, që ashtu kemi kërkuar, kemi biseduar me kryeministrin, ka qenë propozimi i koalicionit vakatit, kryeministri e ka pranu edhe besoj se që kanë me punu edhe Bosna dhe Hercegovina me pas këtu një zyre në Kosovë, edhe Kosova me pas, qeveria e Kosovës me pas një zyre në Sarajevo, kryeministri ka pranu edhe besoj se kanë me bëhe qëto.